Banorët e fshatit Lumisht kanë protestuar sot para zyreve të Keskos si shenjë pakënaqësie ndaj ndërprerjes së energjisë elektrike që po zgjat tash e 10 ditë. Protesta ka nisur rreth orës 8, ku banorët kanë bllokuar hyrjen për punëtorët e kompanisë. Policia e Kosovës ka qenë prezente gjatë gjithë kohës duke mbajtur situatën nën kontroll dhe duke siguruar që protesta të zhvillojë pa incidente. Pas një kohe, palët janë pajtuar që çështja të diskutohet brenda zyrave të Keskos. Në mbështetje të banorëve ka dalë edhe nënkryetari i komunës Vesel Krasniqi, i cili u drejtua protestuesve duke shprehur përkraje për kërkesat e tyre dhe nevojën për zgjidhjen sa më të shpejtë të problemit. Duhet të jeni mirë që me elektrike Kesko, Syroheja dhe Keci, distribuimi, shpërndarja ndryshe dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik e bën Keci. Këtë rast, mos furnizimi e energji elektrike, e sidomos në komunën e Malishevës, na ka herë kemi këtë problem për shkak të trafostacionit që ne furnizohemi nga Rahoveci. Dhe ne kemi kërkuar që nga 2018 kemi do mjete, jemi nisë procedura që në atë kohë, dhe dje është vogur themeli kur të tuaj të të shiriti dërshta. Megjithatë e mirë presje. Sot, kjo që po përballën qytetarë e komunës Malishevës me reduktime të ashpra, besa dikun edhe heq, sikur është rasti tek ju. Nuk është në kompetencën tonë. Ne ju kemi drejtu, kryetari Kastrati ju ka drejtu Kecit që me morë mosa urgjente për me zgjidhë këtë problem. Nuk është fajtor komuna, ne edhe kur ndërtojnë objektet këtu në komunë, pa e marrë pelqimin e Kecit, nuk ja japum lejen e ndërtimit. Do të thotë, gjithçka është në obligimin e Kecit. Dhe në këtë rast është mirë me kërku njësia këtu nuk ka kapacitete, por njësia, faktikisht menaxhmenti i njësisë të Kecit, duhet me ngrit zonën tek menaxhmenti kryesor atje këtu që menaxhojnë këtë punë. Është mirë me bë presion. E jo të punës kohë, jo është komuna, jo është komuna. Komuna absolut nuk e ka asnjë përgjegjësi me furnizimin. Na veç mujmë me dol përballë juve me protestu diçka tjetër, nuk kemi. Bravo. Keci sot ka kapacitet, po ju jetë. Në kontratën e Kecit, unë jam dëshmitar. Unë jam dëshmitar. 35 kare, na jena përgjegjës. Përveç në legjën jemi qeveria, na s'kena drejt me morë me qeveri. E thash, ju duhet me bo presion e bashkë me neve, me bo presion, tek menaxhmenti i Kecit. Po, Keci ka kapacitet për çikaq, ma shumë s'mujna me dhonë. Duhet me bo, qëre, një trofë nga Veçpak, një trofë, e cila përbollën të Lubizhnës. Unë kam qenë aty, nga Ngjarjes. Aja duhet mundru me kapacitet më të madh, çka kapacitet ka Keci me bërë. Nuk po kërkohet me furnizu, reduktimet. Ne i kuptojmë për shkak të ngarkesave tash. Bravo. Kapacitet më të madh. Nuk po thojmë 3 me 3. Nuk është politik. 220 voshin me Të shmama ti që unë jam të të bo politikë që të. Argumentama. Ne e dim sot kena kapacitet, sot kena përgjithësi. Në kontrat Kecit atje na ti shkruan, kontrat nuk i shkruan as kapacitetet. E ka obligim mirëmbajtjen e furnizimin me energji elektrike për qytetarët e Kosovës. Një ditë më parë, banorët e fshatit Lumisht kishin bllokuar rrugën regionale duke protestuar në mënyrë paqësore për mungesën e energjisë elektrike. Sipas banorëve, trafostacioni i vendosur afër shkollës, i cili furnizon zonën me energji elektrike, nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të përballuar nevojat e fshatit. Ata ankohen se ndërprerjet të gjata kanë shkaktuar telashe të mëdha në biznes, në jetën familjare, si dhe vështirësi të konsiderueshme për mërgjimtarët që po qëndrojnë në vendlindje. Banorët kërkojnë nga Kesko dhe institucionet përgjegjëse që të ndërmarrin masa urgjente për përmirësimin e kapaciteteve dhe rikthimin e furnizimit të rregullt me energji elektrike.